ndaj qytetarëve shqiptarë. Të dhënat më të fundit të Institutit Statistikave tregojnë efektin shkatrimtar të karteleve të drogës mbi ekonominë e vendit, mbi rritjen ekonomike të vendit dhe zhvillimin. Çfarë tregojnë këto dhëna për rritjen ekonomike mbi të cilën bazohet buxheti? Këto të dhëna tregojnë se në këtë rritje ekonomike, për herë të parë, pas 32 vitesh, ekonomia shqiptare në rritje është minorancë, ka kontribut minorance. Për herë të parë, në 32 vite, shteti është kontributor kryesor, po jo se shteti është, se janë sipërmarrjet publike të shtetit, se ka shtete të cilat menaxhojnë sektor publik, prodhimi, që predominon mbi sektorin privat. Kurse këtu shteti predominon në ekonomi me 2 kontribute kryesore. Së pari me rrogat, pensionet, sigurimet shoqërore, sigurimet e tjera, duke mbajtur një makineri gjigande të punësurish. Dhe rritjen e këtyre, rritjen fiktive, siç do ta shohim këtu, rritje fiktive. Së dyti, shteti kontribon në taksën neto. Çfarë është taksa neto? Taksa neto është taksa që vilet ndaj prodhimeve, shërbimeve tjerë, pasi zbritet subvencioni dhe shpenzimi për te. Po shikoni çfarë ndodh. Ndodh që çdo rritje çmimi rrit taksën. Në qoftë se çmimi i qumshtit ta marrim, kalon nga 2 euro në 4, të vëshëja që vilet nga e njëjta litër qumsh dyfishohet. Të vëshëja që vilet nga e njëjta litër qumsh dyfishohet. Dhe kështu për të gjithë zinxhirin e çmimeve. Pra, një rritje që detyrohet rritje së çmimeve. Në një kohë kur jo rritja e çmimeve, por stabiliteti i tyre dhe pse jo në raste të caktuara ulja për shkak të konkurrencës lire etj, është përfitimi madhor i qytetarëve shqiptarë. Për ta kuptuar pak me tutje këtë buxhet, për ta zbërthyer. Sot, vetëm nga viti 2023,
gjerë në vitin 2025. Rroga ose me 200 euro merë më pak se çmirje 3 vjetë më parë me 160 euro. Po, e provuar, e faktur, rritja e çmimeve, sipas Eurostat, krahasuar me vendet tjera, është 101%, është doa 1% me larë se çmimi mesatar i Bashkimit Evropian, në ushqime 17%, por tani ka një studim tjetër me dhëna të frikshme nga një ekspert absolutisht i pavarur, i cili nxjerr çmimet në Shqipëri 85% më të larta se në mesatarën e Bashkimit Evropian. Unë personalisht e besoj studimin e tij. Është ekspert me reputacion, ekspert i pavarur është ai, është njëri me ka një institut duket që ka bërë studimin. Çfarë ndodh? Pse droga? Pse narkoja? Shumë thjesht. Zhvlerësimi i euros me 30-35%. Ka falimentuar me mira nërmarrje eksporti. Falimentimi nërmarrjeve të eksportit ka shkatruar 10 mijëra vende pune, por ka shkatruar dhe prodhim. Dhe prodhimi në pikjat, prodhimi industrial është në recesion, është me minus. Është me minus. Prodhimi industrial. Prandaj dhe taksat nuk vinë se është rritur prodhimi. Tarurat nuk rriten se është rritur prodhimi, po taksat rriten se rriten çmimet dhe grabiten xhepat e qytetarëve. Kjo është e qartë si kristali. Grabiten xhepat e qytetarëve. Prodhimi bujqësor bie, çmimet rriten. Shqipëria me rregullat e Ballkanit hapur që ka instaluar vasali Argati Vučićit. Të gjithë përpunuesit kanë levërdi të marrin dhe me sistemin e TVSH-s asimetrik. Kanë levërdi të marrin prodhimet serbe, importi thonë, po serbe dhe jo serbe, dhe jo prodhimet e vendit. Prandaj bie prodhimi vendas. Pra, në qoftë se ka një gjë që po shkatron me shpejtësi si një smundje pa shëruar për këtë vend, është narkoshteti, narkosi. Çka sjell euro? Rrëzimi i euros. Ju lutem merrni statistikat. Vetëm të Institutit Statistikave, jo të tjera. Dhe do gjeni se nga viti 2023 në vitin 2024, rënje drastike të kontributit të akomodimeve, të sistemit dhe shërbimeve. Rënje drastike. Tani kjo lidh edhe me largimin masiv të shqiptarëve. Se të jemi realist, turizmi i bregut ka qenë turizmi i Tiranës. Po, kishte tuaje, kishte egzotika e tjerë, po ishte turizmi i Tiranës. Tirana dynej në breg. Kjo është e vërteta.
dhe keni pasi ka qenë bregu, si që ka të tërgu mediat. Por tani se që si ishte bregu, e të regonë një stati. Tjetër, shkatrim